Në një vil të heshtur, në mes të natës, një grua e thjesht zgjohet nga e qara therse e një fëmije. Kur arrin në salon, ajo gjen një figurë elegante që shkatëron ftohtë dhuratat dhe kujtimet e nënës së ndjerë të fëmijës. Këto gjingla vetëm ushqejnë fantazma, thot gruaja, ndërsa vajza përshpërit mes lotësh mami, e përqafuar pas rënojave të së kaluarës. Por premtimi i bërë nënës së fëmijës i hon në zemrën e kujdestares, ajo do ta mbrojë atë vajzë, edhe nëse kjo i kushton gjithçka. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Mëngjesi i hershëm në Tiranë ishte jashtëzakonisht i ftohtë atë natë janari, kur vapa mbytëse e verës kishte lëshuar pe në mënyrë të papritur. Në një rrugis të bllokut, lagja më e njohur e kryeqytetit, një vil 3 qëndronte me drita ndezur edhe pas orës 3 të mëngjesit. Brenda atyre mureve me mermer të importuar dhe lambadar kristali, heshtja artificiale e krijuar nga izolimi akustik fshinte një tension që rritej si një stujë e heshtur. Vera Kola ishte 52 vjeç, me flokë të thinjur të mbledhur gjithmonë në një topuz të patëmet dhe duar të kallojzuara që tregonin historinë e një jete të tërë kushtuar punës. Prej gati 7 vitesh ajo kujdesej për atë shtëpi, për atë familje dhe veçanërisht për Sofin, vajzën 6 vjeçare që ishte bërë shumë më tepër se një përgjegjësi profesionale. Atë natë, Vera ishte në dhomën e saj të vogël në pjesën e pasme të shtëpisë, duke u përpjekur të pushonte pas një dite raskapitse përgatitjesh për vitin e ri që po afrohej. Zhurma e zgjoi si një bubullim. Një zhurmë e thatë, e ndjekur nga tingulli i pagabueshëm i xhamit që thyej. Vera ul në krevat me zemrën që i rrite fort, të gjitha instinktet e saj amtare në gatishmëri maksimale. Pastaj erdhi e qara. E mpret, e dëshpëruar, therse si një thike. Ishte Sofia. Pa u menduar 2 herë, Vera vrapoi nëpër korridoret e heshtura të vilës, shapkat e saj bënin një zhurmë të mbytur në 2 shemen prej mermeri. Zemra i rrite fort në gjoks dhe një ankth i njohur ia pushtoi qenjen. Ajo e njihte atë të qarë. Nuk ishte tekan, nuk ishte ina. Ishte panik i pastër. Kur arriti në salonin e madh të ndenjes, skena që gjeti e bëri të ndalonte për një çast, duke u përpjekur të përpunonte atë që shite. Pema e vitit të ri ende shkëlqente me dritat e saj të arta dhe të argjenta, por rreth saj ishte një fushë rënojash. Kuti dhuratash të grisura, letra ambalazhi të shpërndara si konfeti pas një feste që askush nuk e festoi, lodra të thyra, rroba kukullash të bëra cop-cop. Dhe në qendër të gjithë kësaj, si një statujë mermeri e palvizshme, qëndronte Anila Berisha. Anila ishte 38 vjeç dhe ishte personifikimi i elegancës tiranase. Flokët bjond të krejur në mënyrë perfekte i binin në val të buta mbi supe, robdeshani i saj i satenit blu kushtonte më shumë se rroga mujore e verës. Dhe thonjtë e saj të lyer në mënyrë perfekte me të kuqe mbanin një arush pelushi ngjyrë bezh nga këmba, sikur të ishte një objekt çfarëdo për tu hedhur. Në këmbët e Anilës, Sofia qante me dëshpërim, krahët e saj të vegjël përpiqeshin të arrinin arushin. Pijamet roz të vajzës ishin njollosur nga lotët, flokët e saj gështenjë të shpupuritur, sytë e vegjël të kuq nga të qarat. Në duart e saj të vogla, ajo mbante copat e asaj që kishte qenë një puzle, pjesët tani të padobishme, fragmente të një imazhi që nuk do të plotësohej më kurrë. Vera ndjeu këmbët t'i dridheshin, por e detyroi veten të hidhte një hap përpara. Zonja Anila, për hir të Zotit, çfarë po ndodh këtu? Zëri i Verës doli më i lartë se sa e kishte menduar, i ngarkuar me një indinjat që mezi e kontrollonte. Anila ktheu fytyrën me një shprehje mërzitjeje të fshehur keq. Sytë e saj blu, gjithmonë kaq llogaritës, e vlerësuan Verën nga koka te këmbët para se të përgjigjej. Po bëj një pastrim të nevojshëm, Vera. Këto plaçka zën shumë vend dhe shërbejnë vetëm për të ushqyer kujtime që duhet të mbeten në të kaluarën. Plaçka? Vera ndjeu zërin t'i dridhej. Këto janë lodrat që nëna e Sofis i la asaj. Janë kujtimet që vajza ka nga Helena. Përmendja e emrit të Helenës bëri që fytyra e Anilës të ngurtësohej. Helena Leka kishte qenë gruaja e Ardian Lekës, pronarit të asaj vile dhe nëna e Sofis. Ajo ishte ndarë nga jeta 2 vjet më parë, viktimë e një sëmundjeje që e konsumoi ngadalë, duke lënë pas një burr të shkatëruar dhe një vajzë vetëm 4 vjeçare që mezi e kuptonte pse mami nuk kthehej më në shtëpi. Pikërisht prandaj duhet të largohen, tha Anila me një ftohtësi që e bëri Verën të dridhej. Ardiani duhet të ecë përpara. Sofia duhet të mësoj të jetoj pa u kapur pas fantazmave.
Dhe unë, si zonja e ardhshme e kësaj shtëpie, kam të drejtë të vendos standarde të reja. Zonja e ardhshme e kësaj shtëpie. Fjalët i ranë në mendje Verës si një grusht në stomak. Anila dhe Ardiani ishin bashkë vetëm prej 6 muajsh, por gruaja tashmë sillej si pronare e gjithçkaje, duke riorganizuar mobiljet, duke ndërruar dekorimet, duke sugjeruar ndryshime në zakonet e familjes. Dhe tani kjo. Ju nuk keni të drejtë t'i hiqni fëmijës kujtimet e vetme që ka nga nëna e saj. Zëri i Verës doli i prerë tani, edhe pse duart i dridheshin. Sofia është një fëmijë 6 vjeçar që ka humbur nënën. Këto objekte nuk janë plaçka, janë copa të zemrës së saj. Anila lëshoi një të qeshur të thatë, pa humor. Ti po harron vendin tënd, Vera. Ti je punonjëse e kësaj shtëpie. Nuk ke të drejtë të japësh mendim për vendimet familjare. Ajo e hodhi Arushin në tokë, pranë një grumbulli librash për fëmijë të grisur. Dhe nëse nuk je dakord me mënyrën time të bërit të gjërave, ndoshta është koha të kërkosh një punë tjetër. Kam disa rekomandime për profesioniste më të përshtatshme për nevojat e një shtëpie moderne. Sofia lëshoi një klithmë të mprehtë dhe u hodh mbi Arushin, duke e përqafuar fort pas gjoksit. Dënkimet e saj kumbonin nëpër sallonin e pamas, një tingull kaq therrës sa Vera ndjeu lotët t'i digjinin sy. Vajza lëkundej para dhe prapa, duke përshpëritur mami vazhdimisht, sikur lodra mund ta sillte Helenën përsëri. Vera bëri një hap tjetër përpara, duke u vendosur mes Anilës dhe fëmijës. Trupi i saj i hollë dhe i lodhur duke i vogël përballë figurës imponente të Anilës, por kishte një forcë të brendshme që e mbante në këmbë. Mund të më pushoni nga puna nëse doni. Por para kësaj do ta marr këtë vajzë dhe do ta çoj larg këtej. Dhe do të zgjoj zotin Ardian që të shoh se çfarë po i bëni vajzës së tij. Fytyra e Anilës u transformua. Maska e superioritetit u shpërb për një çast, duke zbuluar diçka shumë më të rrezikshme poshtë saj. Sytë e saj u ngushtuan dhe ajo bëri një hap drejt Verës, duke i hyrë në hapësirën personale në mënyrë kërcënuese. Ti nuk do të zgjosh askënd, fërshëlleu Anila, zëri i saj i ulët por i ngarkuar me helm. Ardiani është i raskapitur. Ai punoi deri vonë sot, si gjithmonë. I gjori mezi i mban syt hapur kur vjen në shtëpi. Gjëja e fundit që i duhet është të shqetësohet nga një histeri e krijuar nga një shërbëtore sentimentale dhe një fëmijë i llastuar. Të llastuar? Fjala doli nga goja e Verës si një shuplak. Një fëmijë jetim nga nëna është i llastuar pse do të ruaj kujtimet që ka prej saj? Një fëmijë ka nevojë për disiplinë, jo për lëshime emocionale, kundërshtoi Anila, duke kryqëzuar sërish krahët. Helena e llastoi shumë këtë vajzë. Ja mbushi kokën me fantazira, me histori pa kuptim, me lidhje të panevojshme. Rezultati është ky, një fëmijë 6 vjeçar që ende fle me lodra dhe qan për çdo gjë. Vera shtrëngoi grushtet, duke ndjerë thonjtë t'i nguleshin në pëllëmë. Ajo mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin që i vlonte në gjoks. E dinte se duhej të ishte e zgjuar, se një konfrontim i drejt për drejt mund t'i kushtonte punën dhe, akoma më keq, do ta linte Sofin plotësisht të pambrojtur. Do ta çoj Sofin në dhomë, tha Vera me zë të kontrolluar, duke u përkulur për ta marrë vajzën në krah. Dhe në mëngjes, kur zoti Ardian të zgjohet i pushuar, do të marrë vesh gjithçka që ndodhi këtu. Sofia u kap pas Verës si një i mbytur pas dërrasës së shpëtimit, duke fshehur fytyrën e lagur nga lotët në qafën e gruas më të madhe. Trupi i saj i vogël dridhej dhe ajo ende e mbante Arushin fort pas gjoksit. Vera mund të ndjente zemrën e përshpejtuar të fëmijës që rrite kundër të sajës. Bëje, tha Anila me një buzëqeshje të ftohtë. Trego versionin tënd të ngjarjeve. Të shohim kë do të besoj Ardiani, gruan histerike që ka punësuar apo gruan që i qëndron pranë, duke i ofruar mbështetjen dhe shoqërinë që i duhet kaq shumë në këtë fazë të vështirë të jetës. Vera i ktheu shpinën pa u përgjigjur, duke mbajtur Sofin në krah. Ndërsa kalonte sallonin drejt shkallëve, mund të ndjente vështrimin e Anilës të ngulur në shpinën e saj si thika të padukshme. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me kërcënime të pathëna, me betejë që ende do të vinin. Në dhomën roz të Sofis, Vera u ul në krevat me vajzën ende në prehër. Muret ishin zbukuruar me vizatime princeshash dhe lulesh, një pikturë që Helena e kishte bërë personalisht kur lindi Sofia. Verës i kujtoi Helena, 7 muajshe, duke u ngjitur në një shkallë të vogël për të arritur majën e murit, duke qeshur ndërsa pikturonte yje të ardhë.
Teze Vera, përshpëriti Sofia me zë të mekur, duke përdorur nofkën e dashur që kishte krijuar për Verën. Ajo do t'i hedhë të gjitha gjërat e mamit? Vera ndjeu zemrën t'i coptoi. Ajo e shtrëngoi vajzën pas gjoksit dhe i puthi flokët gështenjë, kaq të ngjashëm me të Helenës. Jo, shpirti im. Nuk do ta lejoj. Të premtoj. Ishte një premtim i guximshëm, ndoshta edhe i pamatur. Vera nuk kishte asnjë pushtet në atë shtëpi përveç pozicionit të saj si ndihmëse shtëpie. Por duke parë ata sy gështenjë plot lot, ajo e dinte se do të bënte gjithçka për ta mbrojtur atë fëmijë. Këtë i kishte premtuar Helenës në ditët e fundit të mikes së saj, kur punëdhënësja ishte bërë shumë më tepër se kaq. Sofia më në fund filloi të qetësohej, e qara ja la vendin dënkimeve të rralla. Vera e ndihmoi të shtrihej, e mbuloi me batanien me yje dhe qëndroi aty ulur në cep të krevatit, duke i ledhatuar flokët derisa lodhja e mundi dhe vajza ra në gjumë, ende e kapur pas arushit. Kur Vera më në fund doli nga dhoma, heshtja e vilës dukej edhe më shtypse. Ajo zbriti shkallët me hapa të kujdesshëm, trupi i saj ende dridhej nga adrenalina e konfrontimit. Në sallon, Anila ishte zhdukur, por rënojat mbeteshin si dëshmi e heshtur e asaj që kishte ndodhur. Vera u gjunjëzua në dy sheme dhe filloi të mblifte copat, duke ndarë atë që ende mund të shpëtohej. Një libër i vogël me tregime me kopertinë të grisur, por me faqe të paprekura. Një puzle që mund të ngjitej përsëri. Rroba kukullash që mund të qepeshin. Çdo objekt ishte një kujtim, një lidhje me Helenën që Sofia dëshpërimisht kishte nevojë ta ruante. Ndërsa punonte në heshtje, Vera mendoi për ditën kur e kishte takuar Helenën 7 vjet më parë. Punëdhënësja e re, shtatzën dhe rrezatuese, ja kishte hapur derën personalisht për ta pritur në intervistën e parë të punës. Nuk kërkoj një shërbëtore, kishte thënë Helena me një buzëqeshje të ngrohtë. Kërkoj dikë që të ndihmoj në krijimin e një shtëpie plot dashuri për këtë fëmijë që po vjen. Dhe pikërisht këtë kishte bërë Vera. Ajo kishte qenë e pranishme në lindjen e Sofis, në mëngjeset e hershme me dhimbje barku, në hapat e parë, në fjalët e para. Kur Helena u sëmur, Vera ishte ajo që i mbajti dorën gjatë seancave të trajtimit, që e ndihmoi të regjistronte video dhe letra për Sofin që t'i gjente kur të rritej, që i premtoi se do të kujdesej për vajzën sikur të ishte e saj. Ardiani ishte zhytur në punë pas largimit të Helenës, duke përdorur orët e gjata në zyrë si një mënyrë për t'i shpëtuar dhimbjes. Vila ishte bërë më e heshtur, më e ftohtë, pavarësisht gjithë luksit të saj. Dhe pastaj ishte shfaqur Anila 6 muaj më parë, simpatike dhe e vëmendshme, duke i ofruar shoqëri një burri të vetmuar që mezi arrinte të përballej me dhimbjen e tij. Në fillim, Vera ishte gëzuar. Ardiani meritonte një shans të dytë për të qenë i lumtur. Por shpejt e kuptoi se diçka nuk shkonte. Anila ishte e ëmbël dhe e vëmendshme me Ardianin, por me Sofin mbante një distancë të ftohtë, pothuajse të llogaritur. Dhe me Verën, kur Ardiani nuk ishte pranë, ishte haptazi armiqësore. Tani, duke mbledhur copat e një fëmijërie të shkatëruar, Vera e dinte se duhej të vepronte. Por si? Ajo ishte vetëm një ndihmëse shtëpie, pa familje të saj, pa burime. Fjala e saj kundër fjalës së Anilës do të hidhej poshtë lehtësisht. Dhe Ardiani, i zhytur në dhimbjen dhe raskapitjen e tij, duke i paftë të shite se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Kur mbaroi së mbledhuri gjithçka që mund të shpëtohej, Vera i futi objektet në një kuti kartoni që gjeti në depo. E fsheu kutinë në fund të dollapit të saj të vogël, larg syve të Anilës. Ishte pothuajse ora 5 e mëngjesit kur më në fund u shtri, por gjumi nuk i vinte. Mendja i sillej vërdall, duke u përpjekur të gjente një zgjidhje, një mënyrë për të mbrojtur Sofin pa humbur shtëpinë e vetme që njihte. Jashtë, qyteti filloi të zgjohej. Zhurma e largët e makinave në bulevardin Dëshmorët e Kombit vinte e mbytur përmes dritareve me xham të dy fish. Jeta vazhdonte rrjedhën e saj normale për miliona njerëz, por brenda asaj vile në blok, një luftë e heshtur kishte filluar. Dhe Vera e dinte, me një siguri që i shkaktonte dhimbje në gjoks, se gjithçka sapo kishte filluar. Dielli ende nuk kishte lindur plotësisht kur Ardian Leka zbriti për mëngjes. Në moshën 43 vjeçare, ai ruante qëndrimin e drejtë të dikujt që ishte rritur në pambuk, por kishte një lodhje të thellë në sytë e tij gështenjë. Kostumi i tij gri ishte i patëmet, kravata e lidhur në mënyrë perfekte, por rrathët e zinj poshtë syve tregonin net pa gjumë dhe një peshk të padukshme që mbante mbi supe. Vera ishte në kuzhinë duke përgatitur kafen kur e dëgjoi të vinte.
Zemra i rahu fort. Ishte momenti. Ajo duhej t'i tregonte se çfarë kishte ndodhur, t'i tregonte mizorinë e Anilës, ta bënte të shihte vuajtjen e vajzës së tij. Por kur u kthye, nuk gjeti vetëm Ardianin, por edhe Anilën, të rregulluar në mënyrë perfekte me një fustan blu të çelët, duke buzëqeshur sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Mirëmëngjes, Vera, e përshëndeti Ardiani me një lëvizje të shpërqendruar të kokës, tashmë duke kontrolluar celularin, duke parë emailet e punës. Kafja është gati? Mirëmëngjes, zoti Ardian. Po, gjithçka është gati. Vera shikoi Anilën, e cila ja ktheu vështrimin me një buzëqeshje të ftohtë dhe fitimtare. Zotëri, duhet të flas me ju për diçka shumë të rëndësishme që ndodhi mbrëm. Ardiani ngriti syt nga celulari për një çast, duke u dukur pak i irrituar nga ndërprerja. A mund të jetë shpejt, Vera? Kam një mbledhje në orën 8 dhe trafiku për në zonën e re të biznesit është i tmerrshëm kohët e fundit. Bëhet fjalë për Sofin, zotëri. Për lodrat e zonjës Helena. Përmendja e emrit të gruas së ndjer bëri që Ardiani të mbyllte syt për një çast, sikur të ndjente një dhimbje fizike. Anila e shfrytëzoi rastin, duke i vendosur dorën butësisht në krah. Ah, i dashur, doja të flisja me ty për këtë. Vendosa të bëj një riorganizim të vogël në sallon. Ti e di se si ai ambient ishte plot me gjëra të vjetra, lodra të thyra që askush nuk i përdor më. Mendova se do të ishte më mirë t'i dhuronim për fëmijët në nevojë, e di? Tu jepnim një qëllim më të madh atyre gjërave. Vera ndjeu zemërimin t'i vlonte në vena. Ti dhuronit? Ju i shkatëruat të gjitha. I grisët, i thyet, i hodhët në plehra. Sofia ishte e dëshpëruar, qante, përpiqej të shpëtonte kujtimet e nënës së saj. Ardiani ngriti dorën, një gjest i lodhur i dikujt që nuk ka energji të merret me konflikte shtëpiake. Vera, të lutem. Mos e ngri zërin kështu. Jam i sigurt se ishte vetëm një keqkuptim. Keqkuptim? Vera mezi u besonte veshëve. Zoti Ardian, vajza juaj qau gjithë natën. Ato lodra ishin gjithçka që kishte nga nëna e saj. Anila lëshoi një pëshertim dramatike, duke u kthyer nga Ardiani me një shprehje martire të pakuptuar. Eshe, i dashur? Pikërisht kësaj i friksohesha. Vera kapet shumë pas gjërave të së kaluarës. Ajo nuk arrin të kuptoj se ndonjëherë duhet të ecim përpara, të krijojmë fillime të reja. Sofia është një fëmijë i zgjuar, ajo do ta kuptoj. Por nëse vazhdojmë ta ushqejmë këtë fiksim pas së kaluarës, kur nuk do të arrijmë të ndërtojmë një familje të re. Ardiani kaloi dorën nëpër fytyrë, qartësisht i dyzuar dhe i raskapitur. Anila ka të drejtë për një gjë, Vera. Duhet të mendojmë për të ardhmen. Helena ka 2 vjet që ka ikur. Sofia duhet të mësoj të jetoj pa u kapur kaq shumë pas objekteve. Fjalët i ranë Verës sigur. Ajo shikoi burrin që e njihte prej 7 vitesh, baban që Helena kishte dashur dhe pa një të huaj. Një burr kaq i konsumuar nga dhimbja dhe faji i tij për të vazhduar të jetonte, saqë nuk arrinte më të shihte vajzën e tij. Me gjithë respektin, zoti Ardian, tha Vera me zë të dridhur por të prerë, ju e keni gabim. Sofia është 6 vjeç. Ajo humbi nënën kur ishte vetëm 4. Ato lodra nuk janë thjesht objekte. Janë copa kujtimesh, janë mënyra që ajo të ndjej ende praninë e nënës. T'ja heqësh këtë nuk do të thotë ta ndihmosh të ecë përpara. Do të thotë ta fshish nënën nga jeta e saj. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Ardiani shikoi Verën, pastaj Anilën, qartësisht i parehatshëm. Anila, nga ana tjetër, kishte buzët e shtrënguara në një vit të hollë, syt i shkëlqenin nga një zemërim i fshehur keq. Mendoj se po i kalon kufit, Vera, tha Anila me një zë të butë por të ngarkuar me kërcënim. Ardian, i dashur, ndoshta është koha të flasim për dinamikën e kësaj shtëpie. Për rolet dhe përgjegjësitë. Për atë që është e përshtatshme dhe atë që nuk është. Ardiani pëshertiu duke futur celularin në xhep. Dëgjoni, ju të dyja duhet ta zgjidhni këtë mes jush. Nuk kam as kohë, as mendje për të ndërmjetësuar konflikte shtëpiake. Anila, ti e gruaja e jetës sime tani. Vera, ti kujdesesh për vajzën time prej vitesh dhe të besoj. Ju të dyja duhet të gjeni një mënyrë për të bashkëjetuar në harmoni. Ai mori çantën dhe u drejtua nga dera. Më duhet të iki. Flasim më vonë.
Dhe kështu, pa kthyer kokën pas, Ardiani doli, duke e lënë Verën vetëm me Anilën në kuzhinën vezulluese. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me tension elektrik. Anila u kthye ngadalë nga Vera dhe buzëqeshja false u zhduk plotësisht nga fytyra e saj. Ti bëre një gabim sot, Vera. Një gabim shumë të madh. U përpoqe të më sfidoje, të më diskreditoje para Ardianit. Kjo nuk do të mbetet me kaq. Nuk po përpiqesha t'ju diskreditoja, u përgjigj Vera, duke qëndruar e palëkundur. Po përpiqesha të mbroja një fëmijë. Një fëmijë që nuk është i yti, pështyu Anila. Ti e harron vazhdimisht vendin tënd. Je shërbëtore, Vera. Nuk je nën, nuk je familje. Je një punonjëse e paguar për të bërë punën tënde. Dhe puna ime është të kujdesem për Sofin. Këtë më kërkoi zonja Helena para se të ikte. I premtova se do të kujdesesha për vajzën. Përmendja e Helenës bëri që diçka të ndryshonte në fytyrën e Anilës. Sytë e saj u ngushtuan dhe ajo bëri një hap kërcënues drejt Verës. Helena ka ikur. Unë jam këtu tani. Dhe sa më shpejt ta pranoni këtë ti dhe ai fëmijë, aq më mirë për të gjithë. Ardiani ka nevojë për një grua pranë tij, jo për një hije të së kaluarës. Dhe Sofia duhet të mësoj se bota nuk sillet rreth dëshirave të saj. Vera ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Kishte diçka thellësisht të gabuar te Anila, diçka që shkonte përtej xhelozisë apo pasigurisë. Kishte një mizori të llogaritur, një ftohtësi që nuk përputhej me dikë që e donte vërtet Ardianin dhe donte të ndërtonte një familje. Ju nuk e doni atë, apo jo? Fjalët dolën para se Vera të mund të mendojë më mirë. E gjithë kjo është diçka tjetër. Por çfarë? Anila qeshi, një tingull pa humor. Çfarë dua unë apo nuk dua nuk është puna jote. Por do të jap një këshill falas, Vera, mos u fut ku nuk të takon. Ti nuk e ke idenë se çfarë jam e aftë të bëj kur dikush më del në rrugë. Me këto fjalë, Anila doli nga kuzhina, takat e saj të larta bënin një tingull ushtarak kundër dy shemes prej mermeri. Vera mbeti aty me zemrën që i rritej në gjoks, një parandinje e keqe që i rritej në stomak. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi në një tension të heshtur. Vera përgatiti mëngjesin e Sofis, e cila zbriti me sy ende të enjtur nga të qarat. Vajza ishte shumë e qetë, një heshtje që nuk ishte e natyrshme për një fëmijë 6 vjeçar. Ajo hëngri mekanikisht, pa interes, duke mbajtur arushin bezh që kishte shpëtuar nga nata e kaluar. Teze Vera, përshpëriti Sofia kur mbaruan së ngrëni, ajo gruaja e keqe do të banoj këtu për gjithmonë? Vera ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Si t'ia shpjegonte një fëmijë se babai ishte kaq i humbur në dhimbjen e tij sa nuk arrinte të shihte se çfarë po ndodhte mu para syve të tij? Nuk e di, shpirti im. Por ajo që di është se do të jem gjithmonë këtu për t'u kujdesur për ty gjithmonë. Sofia tundi kokën, por nuk u duk e bindur. Në atë moshë, edhe fëmijët mund ta ndjejnë kur gjërat janë të paqëndrueshme, kur toka nën këmbët e tyre nuk është më e fortë. Më vonë, kur Anila doli për një takim dhe Sofia ishte e zënë duke parë filma vizatimor, Vera mori një vendim. Ajo duhej të kuptonte më mirë se kush ishte Anila Berisha. Duhej të zbulonte se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Me zemrën që i rrite fort, Vera u ngjit shkallëve në katin e dytë, ku ndodhej suita kryesore. Dera e dhomës ishte pak e hapur. Ajo shikoi anash, duke u siguruar se ishte vetëm, dhe hyri. Dhoma ishte e madhe, e dominuar nga një krevat dopjo me çarçaf mëndafshi të bardhë. Kishte një garderobë sa një dhomë e tërë, dhe ishte aty ku u drejtua Vera. Rroba të shtrenjta vareshin në varse të rreshtuara në mënyrë perfekte, këpucë të organizuara sipas ngjyrës dhe stilit, çanta firmato në rafte të ndriçuara. Vera nuk e dinte saktësisht se çfarë kërkonte derisa e gjeti. Në fund të garderobës, e fshehur pas një rreshti palltosh dimri, ishte një valixhe e vogël lëkure. Me duar që i dridheshin, Vera e hapi. Brenda kishte dokumente. Shumë dokumente. Ajo filloi t'i shfletonte dhe ajo që pa ia ngriu gjakun. Kishte foto të Ardianit të datuara 3 vjet më parë, shumë kohë para se Helena të ndahej nga jeta. Pjesë gazetash për kompaninë e Ardianit duke theksuar pasurinë e tij. Shënime të shkruara me dorë me informacione të detajuara mbi zakonet, oraret, vendet që Ardiani frekuentonte. Dhe kishte më shumë.
Dokumente të burrave të tjerë, gjithashtu me foto, shënime, shenja. 3 emra të hequr me vizë të kuqe, me shënime anash, pasuri e pamjaftueshme, familje shumë e pranishme, e komplikuar, çështje ligjore në pritje, rrezik i lartë. Emri i Ardianit ishte rrethuar me jeshile, me një yll anash. Poshtë, një shënim, i ve së fundmi, emocionalisht i prekshëm, pasuri neto e vlerësuar në 45 milion, vajzë e vogël, potencial për kontroll total. Vera ndjeu këmbët t'i lëkundeshin. Ajo u mbështet në mur duke u përpjekur të përpunonte atë që po shite. Kjo nuk ishte dashuri. Nuk ishte një marrëdhënie e vërtetë. Ishte një plan. I llogaritur, i ftohtë, i përpikt. Anila nuk e donte Ardianin. Ajo e kishte zgjedhur atë si një investim. Një zhurmë dere e bëri Verën të hidhej përpjet. Ajo i futi shpejt dokumentet përsëri në valixhe, e mbylli dhe e vendosi saktësisht aty ku ishte. Doli nga garderoba me zemrën që i rrite fort, kontrolloi dhomën për t'u siguruar se gjithçka ishte në vend dhe doli, duke mbyllur derën pas vetes. Po zbriste shkallët kur pa Anilën duke hyrë nga dera kryesore, e ngarkuar me çanta pazari. Sytë e tyre u takuan dhe për një çast, Vera ishte e sigurt se Anila e dinte. E dinte se ajo kishte zbuluar, se kishte parë dokumentet, se e dinte të vërtetën. Por Anila vetëm buzëqeshi, atë buzëqeshje të ftohtë dhe të llogaritur. Vera më përgatit një çaj dhe disa nga ato tostet e tua të famshme franceze. Dhe pastaj ngjitu lart të rregullosh garderobën time. Mendoj se ka nevojë për një riorganizim. Ishte një provë. Anila donte të shihte nëse Vera do të kthehej atje, nëse do të tregonte ndonjë shenjë se kishte parë diçka. Vera tundi kokën duke ruajtur një shprehje neutrale. Po, zonjë. Atë natë, kur Sofia më në fund fjeti pas një tjetër seance qarjeje të heshtur, Vera qëndroi ulur në dhomën e saj të vogël, duke menduar. Ajo kishte në duar informacion të fuqishëm. Tani e dinte se Anila ishte një manipulatore, se e kishte zgjedhur Ardianin me gjakftotësi, se gjithçka nuk ishte vetëm një plan i përpunuar. Por çfarë të bënte me këtë informacion? Nëse i tregonte Ardianit, a do ta besonte? Një burr i dashuruar, i prekshëm, i dëshpëruar për shoqëri, a do të arrinte ta shite të vërtetën? Apo thjesht do të mendonte se Vera po shpikte histori nga xhelozia apo inati? Dhe nëse Anila zbulonte se Vera kishte parë dokumentet, çfarë do të bënte? Tashmë kishte treguar se ishte e aftë për mizori me një fëmijë të pambrojtur. Çfarë do t'i bënte një ndihmëse e shtëpie që kërcënonte planet e saj? Vera shikoi nga dritarja e dhomës së saj, duke parë dritat e qytetit që vezullonin në distancë. Jashtë, miliona njerëz jetonin jetën e tyre, të pavetëdijshëm për dramën që po shpalosej në atë vilë në blok. Dhe aty brenda, një fëmijë i pambrojtur kishte nevojë për mbrojtje, një burr po manipulohej dhe ajo, Vera Kola, ndihmëse shtëpie pa burime apo pushtet, ishte e vetmja person që e dinte të vërtetën. Pyetja që e mbante zgjuar nuk ishte nëse duhej të vepronte. Ishte si. Si ta mbronte Sofin? Si t'ia hapte syt Ardianit? Si të përballej me Anilën pa humbur gjithçka? Ajo mendoi për Helenën, për miken e saj punëdhënëse që ishte bërë shumë më tepër se kaq. Ju kujtuan bisedat e fundit, kur Helena, tashmë e dobët dhe duke e ditur se koha e saj ishte e shkurtër, i kishte mbajtur duart Verës. Kujdesu për Sofin time, kishte përshpëritur Helena. E di që Ardiani do të humbas. Ai është njeri i mirë, por zhytet në punë kur gjërat vështirësohen. Sofia do të ketë nevojë për ty, më premton se do të kujdesesh për të? Se nuk do të lejosh askënd ta fshij kujtimin tim nga jeta e vajzës sime? Dhe Vera kishte premtuar. Kishte dhënë fjalën. Dhe Vera Kola, bi prindërish punëtor nga tropoja që i kishin mësuar se fjala e njeriut blen më shumë se çdo kontratë, nuk do ta thyente atë premtim. Pavarësisht çmimit. Ditët në vijim u shënuan nga një luftë e heshtur. Anila arriti gradualisht praninë e saj në shtëpi, duke riorganizuar dhomat, duke ndërruar objektet, duke imponuar rregulla të reja. Ardiani, i zhytur në një projekt të rëndësishëm në punë, mezi i vinte re ndryshimet. Kur kthehej në shtëpi vonë natën, i raskapitur, gjente Anilën gjithmonë gati me një darkë, një masazh në shpatulla, fjalë inkurajuese. Ajo dinte saktësisht si ta mbante të kënaqur dhe të largët në të njëjtën kohë. Sofia, nga ana tjetër, bëhej gjithnjë e më e heshtur.
Vajza që dikur e mbushte shtëpinë me të qeshura dhe lojra, tani kalonte orë të tëra në heshtje, e përqafuar me arushin që kishte shpëtuar. Vera përpiqej ta gjallëronte me lojra, histori, shëtitje në park, por kishte një trishtim në sytë e fëmijës që ja thyente zemrën. Një mëngjes, Vera po përgatiste drekën kur mori një telefonat të papritur. Ishte Mariana, një mike e vjetër e Helenës që jetonte në Durrës dhe që kishte telefonuar disa herë gjatë 2 viteve për të pyetur si ishte Sofia. Vera, përshëndetje. Si je ti dhe Sofia e vogël? Përshëndetje, Mariana. Mirë, gjërat janë pak të komplikuara këtu. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Të komplikuara si? Ardiani është mirë? Sofia është mirë? Vera shikoi përreth, duke u siguruar se ishte vetëm në kuzhinë. Ardiani është i zënë. Ai ka një të dashur të re. Anilën. Ah! Zëri i Marianës mbarte mirë kuptim. Kanë kaluar 2 vjet, Vera. Është normale që ai ta ribëj jetën. Helena me siguri do të donte që ai të ishte i lumtur. Nuk është kjo, Mariana. Është kjo grua, ajo nuk është ajo që duket. Ajo është mizore me Sofin. Shkatëroj lodrat që la Helena, tha gjëra të tmerrshme. Dhe zbulova disa gjëra për të që më friksuan shumë. Mariana heshti për një moment. Çfarë lloj gjërash? Vera mori frym thellë dhe i tregoi gjithçka. Për natën kur Anila shkatëroi lodrat, për konfrontimin, për dokumentet që gjeti në garderobë. Mariana dëgjoi gjithçka në heshtje dhe kur Vera mbaroi, lëshoi një pëshertim të rëndë. O Zot, Vera. Kjo është shumë serioze. Duhet t'i tregosh Ardianin. Ai nuk do të më besoj. Ajo e ka mbështjellë plotësisht. Dhe nëse i tregoj, mund të humbas punën. Dhe nëse humbas punën, kush do ta mbrojë Sofin? A ke prova? I fotografove dokumentet? Vera ndjeu stomakun t'i fundosej. Nuk i kishte fotografuar. Ishte kaq e friksuar, kaq nervoze, sa që as nuk i shkoi mendja. Jo. Nuk fotografova asgjë. Atëherë duhet ta bësh. Ke nevojë për prova konkrete, Vera. Pa prova, është fjala jote kundër fjalës së saj. Dhe për fat të keq, në këtë shoqëri, fjala e një ndihmëse e shtëpie nuk ka të njëjtën peshë me fjalën e një gruaje të elitës tiranase. Fjalët e Marianës ishin të ashpra, por të vërteta. Vera e dinte këtë. Ishte rritur duke u mësuar për vendin e saj në botë, për barrierat e padukshme, por shumë reale që ndanin njerëz si ajo nga njerëz si Anila. Do të përpiqem të gjej prova, premtoi Vera. Por si? Ajo është gjithmonë këtu, gjithmonë duke vëzhguar. Prit një mundësi. Dhe kur të shfaqet, mos e humb. Fotografo gjithçka. Dhe më dërgo edhe mua një kopje, për siguri. Nëse diçka ndodh me ty, të paktën dikush do ta di të vërtetën. Biseda përfundoi me Verën që ndihej në të njëjtën kohë e mbështetur dhe më e friksuar. Situata po bëhej e rrezikshme. Ajo nuk po përpiqej më vetëm të mbronte Sofin. Po e vinte veten në rrezik të drejtë për drejtë. Mundësia u shfaq 3 ditë më vonë. Anila njoftoi gjatë mëngjesit se do të kalonte ditën në një spa me shoqet dhe Ardiani ishte në një udhëtim pune në Stamboll, do të kthehej vetëm të nesërmen. Sofia ishte në shkollë. Vera do të kishte shtëpinë për vete për disa orë. Sa po doli Anila, Vera priti 15 minuta, vetëm për të siguruar se nuk do të kthehej se kishte harruar diçka. Pastaj, me zemrën që i rrite në gjoks, u ngjit shkallëve në suitën kryesore. Valigja ishte saktësisht aty ku e kishte parë herën e fundit. Me duar që i dridheshin, Vera e hapi dhe filloi të fotografonte. Çdo dokument, çdo shënim, çdo foto. Përdori celularin e vjetër që kishte, duke u siguruar që blici ishte i fikur për të mos lënë reflektime të dukshme. Kishte më shumë dokumente se sa i kujtohej. Tabela të detajuara me informacione financiare të Ardianit, duke përfshirë investime, prona, llogari bankare. Si kishte arritur Anila të kishte akses në këto informacione? Kishte shënime për rutinën e Ardianit, zakonet e tij, dobësitë e tij emocionale. Gjithçka e kataloguar me përpikëri sikur të ishte një projekt pune. Dhe pastaj Vera gjeti diçka që ja ngriju gjakun. Një dokument nga një avokate e specializuar në të drejtën familjare, me një konsult të detajuar mbi martesën me një të ve me fëmijë të mitur dhe
Strategji për vendosjen e lidhjes amtare dhe procesin eventual të kujdestarisë së përbashkët ose tutelës. Anila nuk ishte e interesuar vetëm për paratë e Ardianit. Ajo po planifikonte, eventualisht, të kishte kontroll ligjor mbi Sofin. Vera fotografoi gjithçka me gishta që i dridheshin. Kur mbaroi e futi me kujdes valixhen përsëri në vend, kontrolloi që gjithçka ishte saktësisht siç e gjeti dhe doli nga dhoma. Zbriti shkallët, shkoi direkt në dhomën e saj dhe ja dërgoi të gjitha fotot Marianës, dhe gjithashtu ruajti një kopje në një email që krijoi posaçërisht për këtë. Por ruante foton e fundit kur dëgjoi një zhurmë. Dera e përparme po hapej. Hapa në korridor. Anila ishte kthyer. Vera e mbylli shpejt celularin dhe doli nga dhoma e saj, duke u përballur me Anilën në korridor. Gruaja kishte një shprehje të çuditshme në fytyrë, syt pak të ngushtuar. Harrova portofolin, tha Anila, por sytë e saj analizonin Verën me dyshim. Je mirë? Dukesh nervoze. Jam shumë mirë, zonjë. Thjesht u habita që ju pash të ktheheshit. Anila bëri një hap drejt Verës. Ku ishe pak më parë? I rash ziles, por nuk u përgjigj njeri. Isha në obor, zonjë. Po ndjeja rrobat. Ishte gënjeshtër, por Vera u lut që të ishte bindëse. Anila e studioi për disa sekonda të tjera, pastaj tundi kokën ngadalë. E kuptoj. Mirë, do të marr portofolin dhe do të iki. Vera e vëzhgoi të ngjitej shkallëve, çdo hap dukej se zgjaste një përjetësi. Ajo priti poshtë, zemra i rrite aq fort sa ishte e sigurt se Anila mund ta dëgjonte. Minuta më vonë, Anila zbriti me portofolin në dorë, por kishte diçka ndryshe në shprehjen e saj. E di, Vera, tha ajo duke u ndalur në fund të shkallëve, kam përshtypjen se ti po bën gjëra që nuk duhet. Po futesh ku nuk të takon. Mos gaboj. Vera e detyroi veten të ruante qetësinë. Nuk e di për çfarë po flisni. Jo. Anila anoi kokën. Sepse do të betohesha se e kisha lënë derën e garderobës sime të mbyllur sot në mëngjes. Por tani ajo është pak e hapur. E çuditshme, apo jo? Ajri dukej se i doli nga mushkëritë Verës. Ajo kishte kontrolluar gjithçka, ishte e sigurt. Por ndoshta, në nxitim, në nervozizëm, kishte bërë një gabim. Duhet ta kem prekur pa dashje kur po rregulloja dhomën dje, zonjë. Dje? Anila buzëqeshi, por nuk kishte asnjë ngrohtësi në atë shprehje. Interesante. Sepse ti nuk e rregullove dhomën time dje. E rregullova vetë krevatin para se të dilja. Ato qëndruan aty duke u parë dy gra në anë të kundërta të një betejë të heshtur. Vera e dinte se Anila dyshonte, por nuk ishte e sigurt. Dhe Anila e dinte se Vera po fshite diçka, por nuk mund ta provonte. Do të kthehem në spa tani, tha më në fund Anila. Por kur të vi Ardiani nesër, do të bëjmë një bisedë serioze për të ardhmen e kësaj shtëpie. Për atë që qëndron dhe atë që duhet të largohet. Me këto fjalë kërcënuese, ajo doli, duke përplasur derën me forcë. Vera mbeti aty, duke u dridhur nga kokat e këmbët. Lufta e heshtur kishte mbaruar. Tani ishte një konfrontim i hapur. Atë natë, kur shkoi të merrte Sofin nga shkolla, Vera e çoi të hanin akullore në parkun e madh të liçenit, diçka që e bënin her pas here si një moment të veçantë. Sofia ishte pak më e gjallëruar, kishte marrë një yll të artë nga mësuesja për një vizatim të bukur. Ndërsa vajza lëpinte akulloren e saj me çokoladë duke lëkundur këmbët e vogla në stol, Vera vëzhgonte fytyrën e saj të pafajshme dhe ndjente peshën e përgjegjësisë t'i shtrëngonte gjoksin. Po ju, të ishit në vendin e Verës, a do ta kishit përballur Anilën edhe pse e dinit se mund të humbisnit gjithçka, apo do të kishit kërkuar një mënyrë tjetër për të mbrojtur Sofin? Na tregoni në komente. Teze Vera, tha Sofia papritur, mami është në qiell, apo jo? Po, shpirti im. Dhe ajo mund të më shohë nga atje? Vera ndjeu syt t'i digjinin nga lotët e përmbajtur. Po. Ajo gjithmonë të shikon, kujdeset për ty. Sofia mbeti mendueshme për një moment, pastaj shikoi Verën me ata sy të mëdhenj dhe serioz. Atëherë ajo e di që unë kam nevojë për ty, apo jo? Ajo e di që gruaja e keqe do të largojë? Pyetja e goditi Verën si një grusht. Sofia, pavarësisht se ishte e vogël, kuptonte shumë më tepër se sa mendonin. Shihte, ndjente, e dinte se diçka e keqe po ndodhte.
askush nuk do të më largoj, Sofia. I premtova mamit tënd se do të kujdesesha për ty dhe do ta mbaj këtë premtim. Po sikur të largoj babi, ai bën gjithçka që do gruaja e keqe. Fjalët dolën me një thjeshtësi shkatëruese. Sofia kishte përmbledhur në një fjali problemin që e konsumonte verën prej javësh. Ardiani, i verbuar nga vetmia dhe manipulimi, po drejtohej pikërisht aty ku donte Anila. Do të flas me babin tënd, shpirti im. Do ta bëj të kuptoj. Por edhe ndërsa e thoshte këtë, Vera e dinte se do të ishte pothuajse e pamundur. Si ta bëjë një burr të dashuruar të shihte se po mashtrohej? Si ta bindje duke përdorur vetëm foto që i kishte marrë duke cenuar privatësinë e të dashurës së tij? Anila thjesht do të thoshte se ishin të montuara, të manipuluara, se ishte një punonjëse e paekuilibruar që përpiqej të sabotonte lumturinë e saj. Kur u kthyen në shtëpia të natë, kishte një ndjenjë fundi në ajër. Vera përgatiti darkën e Sofis, i bëri banjë vajzës, i lexoi një histori para gjumit. Të gjitha me ndjesinë se mund të ishte hera e fundit që e bënte këtë. Teze Vera, përshpëriti Sofia para se të flinte, mos më lër vetëm me gruan e keqe, në rregull? Kur, shpirti im? Të premtoj. Ishte një premtim shumë i madh, ndoshta i pamundur për t'u mbajtur. Por duke parë atë fytyrë të vogël plot besim, Vera e dinte se do të luftonte deri në fund. Edhe nëse i kushtonte gjithçka. Më vonë, vetëm në dhomën e saj, Vera mori celularin dhe hapi përsëri fotot që kishte bërë. Aty ishte e gjithë e vërteta për Anila Berishën. Plani i saj i përpunuar me kujdes, ftohtësia e saj llogaritse, qëllimet e saj të vërteta. Ishte municioni që i duhej për të rrëzuar maskën. Por ishte gjithashtu dinamit. Sa po ta ndiste atë fitil, nuk do të kishte kthim prapa. Ardiani do të duhej të zgjidhte këtë besonte. Dhe Anila, sa po të ekspozohej, do të bënte gjithçka për t'u mbrojtur. Vera mendoi për jetën e saj para asaj shtëpie. Ishte nga një qytet i vogël në Tropoj, kishte ardhur në Tiranë në moshën 23 vjeçare në kërkim të mundësive. Kishte punuar si pastruese për vite me radhë, duke kaluar nga një shtëpi në tjetrën, pa lidhje të vërtet me asnjërin nga familjet që shërbente. Derisa takoi Helenën dhe Ardianin, derisa mbajti Sofin foshnjë në krah për herë të parë, derisa u bë pjesë e asaj familjeje. Tani ishte gati të rrezikonte gjithë këtë. Por kur mendonte për alternativën, të qëndronte në heshtje ndërsa Anila e shkatëronte Sofin emocionalisht dhe e manipulonte Ardianin plotësisht, e dinte se nuk kishte zgjidhje tjetër. Ajo i kishte bërë një premtim Helenës. Dhe Vera Kola nuk i thyente premtimet e saj, pavarësisht çmimit. Stuhia ishte gati të shpërthente. Dhe kur të agonte me Ardianin që kthehej nga Stambolli, konfrontimi final do të ishte i pashmangshëm. Ardiani mbërriti në fillim të pasdites së ditës tjetër, duke mbajtur çantën e lëkurës kafe që e merrte kudo. Dukej edhe më i lodhur se kur ishte larguar, supet të përkulura në mpeshën e përgjegjësive që dukej se nuk paksoheshin kurrë. Anila e priti në derë me një puthje, duke filluar menjëherë të fliste për planet për darkën, për një udhëtim që do të donte të bënte në pushimet e ardhshme, për rinovime që i mendonte të nevojshme në shtëpi. Vera vëzhgonte gjithçka nga kuzhina, ku po përgatiste kafe të freskët. E dinte se Anila po zinte qëllimisht gjithë kohën e Ardianit, duke mos i lënë hapësirë asaj të fliste me të. Ishte një strategji e qartë, ta mbante burrin të shpërqendruar dhe të lodhur, gjithmonë me diçka më urgjente për të menduar, në mënyrë që çështjet e pakëndshme të shtyheshin pafundësisht. Por Vera nuk mund të priste më. Jo pas kërcënimit të ditës së kaluar, jo duke e ditur se Anila tashmë po planifikonte pushimin e saj nga puna. Zoti Ardian, thiri Vera, duke hyrë në sallon me tabakan e kafes, duhet të flasim. Është urgjente. Ardiani pshërtiu, qartësisht i irrituar nga ndërprerja. Vera, jo tani. Jam i raskapitur nga udhëtimi. Bëhet fjalë për Sofin, zotëri. Dhe për disa dokumente që gjeta. Fjala dokumente bëri që Anila të ngurtësoj. Sytë e saj u ngushtuan dhe ajo u kthye nga Vera me një shprehje të akull. Çfarë dokumentesh, Vera? Për çfarë po flet? Mendoj se ju e dini shumë mirë për çfarë po flas. Ardiani shikoi nga njëra te tjetra, i hutuar dhe gjithnjë e më i irrituar. A mund të ma shpjegoj dikush se çfarë po ndodh këtu? Vera po akuzon Anilën për diçka. Vera mori frymë thellë. Ishte momenti.
Nuk kishte më kthim prapa. Po, zoti Ardian. Po akuzoj zonjën Anila se është me ju për arsye të rreme. Se e ka planifikuar këtë marrëdhënie që në fillim, jo për dashuri, por për interes në pasurinë tuaj. Heshtja që pasoi ishte absolute. Ardiani u zbe, pastaj u skuq. Anila lëshoi një të qeshur të shkurtër, pa humor. Ke çmendur, Vera? Çfarë marrëzie është kjo? Nuk është marrëzi. I pash dokumentet. Fotografi të zotit Ardian 3 vjet më parë, shumë kohë para se zonja Helena të ndahej nga jeta. Pjesë gazetash për kompaninë, shënime për pasurinë, tabela financiare. Dhe pash gjithashtu dokumentet e burrave të tjerë me shënime që i skualifikonin për arsye të ndryshme. Zoti Ardian u zgjodh, jo për dashuri, por si një objektiv. Ardiani tundi kokën, qartësisht duke mos dashur të besonte. Kjo është qesharake. Anila, thuaj që kjo është gënjeshtër. Por Anila nuk u përgjigj menjëherë. Sytë e saj ishin ngulur te Vera, duke llogaritur, duke vlerësuar. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte rrezikshëm i qetë. Ti ke cenuar privatësinë time, Vera. Ke prekur gjërat e mia personale. Dhe tani vjen me këto akuza absurde duke u përpjekur të më fajsosh? Nuk janë akuza absurde. Kam prova. Prova? Anila qeshi. Prova që i ke fabrikuar vetë? Dokumente që thua se i ke parë por që mund të jenë vendosur ose manipuluar lehtësisht? Ardian, ti vërtet do të besosh një ndihmëse shtëpie të paekuilibruar që ka cenuar privatësinë time dhe tani përpiqet të sabotojë lumturinë tonë? Ishte pikërisht ajo që Vera i frikësoi. Anila ishte e aftë, shumë e aftë në manipulimin e situatave. Por Vera kishte fotografitë. Me duar që i dridheshin, nxori celularin nga xhepi. Nuk kam fabrikuar asgjë. I fotografova dokumentet. Janë të gjitha këtu. Ajo hapi galerinë dhe filloi të tregonte fotot. Ardiani u afrua, ja mori celularin nga duar. Fytyra e tij ishte serioze ndërsa kalonte nga një imazh në tjetrin. Vera pa momentin kur realiteti filloi të depërtonte përmes mbrojtjeve të tij. Sytë e tij u zgjeruan, nofulla i u shtrëngua. Anila, zëri i tij doli i ngjirur, çfarë është kjo? Anila bëri një hap përpara, duke u përpjekur të merrte celularin, por Ardiani u largua. Më lër ta shoh, i dashur. Jam e sigurt se ka një shpjegim. Një shpjegim që ke foton time 3 vjet më parë? Që ke informacione të detajuara për kompaninë time, pasurinë time, rutinën time? Që ke lista të burrave të tjerë me shënime sepse nuk ishin të përshtatshëm. Maska më në fund po binte. Anila u përpoq të ruante qetësinë, por kishte një dëshpërim në rritje në sytë e saj. Ardian, dëgjo, unë e pranoj që bëra kërkime për ty para se të fillonim të dilnim. Por çdo grua do ta bënte këtë sot. Është normale të duash të dish me kë po lidhesh. Normale? Zëri i Ardianit po ngrihej. Normale është të kesh informacione për llogaritë e mia bankare? Për pronat e mia? Për konsulta me avokat të specializuar në të drejtën familjare që diskutojnë strategji për të marrë kujdestarinë e vajzës sime? Isha thjesht e kujdesshme. Po mendoja për të ardhmen. Ti po planifikoje të më manipuloje. E gjithë kjo ishte e llogaritur që në fillim. Anila e kuptoi se po humbiste. Shpreha e saj ndryshoi, brishtësia u zhduk për të zbuluar diçka të ashpër dhe të ftohtë poshtë saj. E çfarë pastaj, Ardian? E çfarë nëse planifikova? Ti mendon se ishte ndryshe me Helenën? Ti mendon se ajo u martua me ty për çfarë? Për sharmin tënd të parezistueshëm? Të gjitha gratë shikojnë se çfarë mund të ofrojë një burr. Unë thjesht isha më e sinqert për këtë. Përmendja e Helenës ishte një gabim. Ardiani bëri një hap kërcënues drejt Anilës, fytyra e tij e shtrembëruar nga zemërimi. Mos guxo ta krahasosh Helenën me ty. Helena më donte. Ajo ndërtoi një familje me mua, rriti vajzën tonë, ishte pranë meje në momentet më të vështira. Ti je një mashtrim. Një gënjeshtër me këmbë. Babi? Zëri i vogël dhe i frikësuar erdhi nga hyrja e sallonit. Sofia ishte aty, e përqafuar me arushin e saj, me sy të zgurdulluar. Askush nuk e kishte vënë re kur kishte ardhur, por ishte e qartë se kishte dëgjuar një pjesë të diskutimit.
Ardiani dukej se u zgjua nga një trans, ai u gjunjëzua, duke hapur krahët. Eja këtu, shpirti im. Sofia vrapoi në krahët e babait dhe Ardiani e përqafoi fort, sikur vetëm tani të kuptonte sa shumë kishte munguar. Mbi kokën e vajzës, ai shikoi Anilën me një shprehje neverie. Dua të largohesh nga shtëpia ime. Tani. Ardian, mos u nxito. Mendo se çfarë po hedhim poshtë. Ne? Ai qeshi, një tingull i hidhur. Nuk ka ne. Kur nuk ka pasur. Ishe vetëm ti, duke më përdorur, duke më manipuluar, dhe unë isha budalla mjaftueshëm për ta lejuar. Por mbaroi. Merr gjërat e tua dhe largohu. Anila shikoi Ardianin, pastaj Verën. Sytë e saj ishin plot urrejtje. Ti, pështyu ajo, duke treguar nga Vera. Ti shkatërrove gjithçka. Gjithçka po funksiononte në mënyrë perfekte derisa ti fute hundët ku nuk të takonte. Unë po mbroja një fëmijë, u përgjigj Vera me qetësi. Diçka që ju kur nuk do ta kuptoni. Po mbroje? Anila lëshoi një të qeshur histerike. Ti nuk je gjë tjetër veç se një shërbëtore patetike që mendon se je pjesë e familjes. Por nuk je. Kur nuk ke qenë dhe kur nuk do të jesh. Mjaft. Zëri i Ardianit bubulloi nëpër sallon. Largohu nga shtëpia ime para se të thëras rojet e sigurisë për të larguar. Anila e kuptoi se kishte humbur plotësisht. Pa thënë asnjë fjalë. Tjetër, ajo u ngjit shkallëve, takat e saj bënin një tingull të furishëm kundër mermerit. 15 minuta më vonë, zbriti duke mbajtur 2 valigje dhe një çantë. Lëshoi një vështrim të fundit plot urrejtje ndaj Verës, pastaj doli, duke përplasur derën me forcë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, por në një farë mënyre, më e lehtë. Sikur një peshë toksike të ishte hequr. Ardiani ishte ende i gjunjëzuar, duke përqafuar Sofin, dhe tani lotët i rridhnin nëpër fytyrë. Më fal, bia ime. Më fal që isha kaq i verbër, kaq i munguar. Isha kaq i humbur pasi iku nëna jote sa që lash dik të keq të hynte në jetën tonë. Sofia i ledhatoi fytyrën babait me duart e saj të vogla. Nuk ka gjë, babi. Teze Vera u kujdes për mua. Ajo gjithmonë kujdeset për mua. Ardiani ngriti syt nga Vera, e cila kishte qëndruar e qetë pranë derës. Kishte mirënjohje në vështrimin e tij, por edhe turp. Vera, unë nuk di as si të filloj të falenderoj. Ti pe atë që unë nuk arrija ta shija. Mbrojte vajzën time kur unë dështova ta bëja. Dhe unë ende të trajtova keq, nuk të besova kur duhej. Vera ndjeu lotët t'i digjnin syt. Ju po vuanit, zoti Ardian. Njerëzit bëjnë zgjedhje të gabuara kur kanë dhimbje. Kjo nuk është justifikim. Ti meriton shumë më tepër se sa ke marrë këtu. Ai u ngrit, ende duke mbajtur Sofin. Nga sot, gjërat do të ndryshojnë. Do të jem më i pranishëm. Do ta shoh vërtet vajzën time, do të jem këtu për të. Dhe ti, Vera, nuk je më thjesht një punonjëse e kësaj shtëpie. Je familje. Gjithmonë ke qenë, unë thjesht isha shumë budalla për ta kuptuar. Javët që pasuan ishin të një rindërtimi të ngadalt, por të qëndrueshëm. Ardiani e mbajti fjalën, duke reduktuar ngarkesën e punës, duke ardhur më herët në shtëpi, duke kaluar më në fund kohë cilësore me Sofin. Ai i kërkoi falje zyrtarisht vajzës për mungesën, dhe së bashku filluan të rindërtonin kujtimet e Helenës që Anila ishte përpjekur t'i shkatërronte. Lodrat që Vera kishte shpëtuar u restauruan. Korniza të reja me foto të Helenës u kthyen në mure. Ardiani filloi t'i tregonte Sofis histori për nënën, duke mbajtur gjallë kujtimin e gruas që e donin aq shumë. Sofia, ngadalë, filloi të buzëqeshte përsëri. Makthet u paksuan. Ajo ende flinte me Arushin, por tani kishte edhe kujtime të tjera të sigurta rreth saj. Dhe e dinte se babai i saj ishte i pranishëm, se ai më në fund e shite. Një të shtunë, 3 muaj pas incidentit, Ardiani e thiri Verën për një bisedë në sallon. Sofia po luante në kopsh dhe ata mund ta shihnin përmes dritares, më në fund duke u dukur si një fëmijë i lumtur përsëri. Vera, dua të zyrtarizoj diçka. Ti nuk do të punosh më si ndihmës e shtëpie këtu. Do të vazhdosh të kujdesesh për Sofin, por si një lloj tutoreje dhe shoqërueseje. Me një rrogë të drejtë që pasqyron vlerën reale të asaj që bën.
dhe po e vendos në testamentin tim që nëse diçka ndodh me mua, ti do të kesh kujdestarinë e Sofis, jo të afërm të largët që mezi e njohin. Vera ndjeu lotët t'i rridhnin në përfytyrë. Zoti Ardian, nuk di çfarë të them. Thuaj që pranon. Thuaj që do të vazhdosh të jesh personi i mrekullueshëm që ke qenë gjithmonë, duke mbrojtur vajzën time, duke mbajtur gjallë kujtimin e Helenës. Gjithmonë, Zoti Ardian. Gjithmonë. Atë natë, pasi Sofia fjeti, Vera qëndroi në verandë duke parë dritat e qytetit. Mendoi për gjithçka që kishte ndodhur, për rreziqet që kishte marrë, për zgjedhjet që kishte bërë. Mendoi për Helenën dhe për premtimin që kishte mbajtur. Jeta në vilën e bllokut nuk do të ishte kurrë e përsosur. Ende kishte ditë të vështira, momente trishtimi, kujtime që dhimbnin. Por kishte gjithashtu dashuri, prani dhe sigurinë se në atë shtëpi, më në fund, njerëzit e duhur po kujdeseshin për njëri tjetrin. Sofia kishte baban e saj përsëri. Ardiani kishte mësuar të shihte atë që vërtet kishte rëndësi. Dhe Vera kishte konfirmuar atë që e kishte ditur gjithmonë, se familja nuk përcaktohet nga gjaku apo kontrata, por nga zgjedhja, besnikëria dhe dashuria. Muajt kaluan. Rutina e shtëpisë u vendos në një ritëm të ri, më të shëndetshëm, më të sinqert. Ardiani filloi të dilte përsëri, por këtë herë me këmbë në tokë, duke ia prezantuar njerëzit ngadalë Sofis, duke respektuar ndjenjat e vajzës. Sofia u rrit, ende duke mbajtur kujtimet e nënës në zemër, por tani me hapësirë edhe për të ndërtuar kujtime të reja të lumtura. Ajo bënte çmos që Vera të ishte në të gjitha rastet e rëndësishme, nga shfaqjet në shkollë te festat e ditëlindjes. Dhe Vera, e cila kishte mbërritur në Tiranë kaq shumë vite më parë në kërkim vetëm të punës, gjeti diçka shumë më të madhe, një qëllim. Një familje dhe sigurinë se kishte bërë ndryshimin në jetën e një fëmije që kishte nevojë dëshpërimisht për mbrojtje. Historia e Anilës u kthye në një kujtesë, një mësim i nxënë për rëndësinë e të qenit i pranishëm, të shikuarit përtej paraqitjeve, të mbrojtjes së atyre që duam. Ardiani kur më nuk e la punën t'ia konsumonte jetën deri në atë pikë sa të verbojë ndaj asaj që ndodhte në shtëpinë e tij. Dhe çdo natë, para se Sofia të flinte, dikush ishte aty. Ndonjëherë ishte Ardiani duke treguar histori për Helenën ose thjesht duke dëgjuar për ditën e vajzës. Ndonjëherë ishte Vera duke kënduar të njëjtat ninulla që Helena këndonte dikur. Por gjithmonë kishte prani, dashuri dhe sigurinë se ai fëmijë shihej, vlerësohej dhe mbrohej. Vila në blok vazhdonte të qëndronte në këmbë, madhështore kundër qiellit të Tiranës. Por brenda mureve të saj, gjithçka kishte ndryshuar. Nuk ishte më thjesht një shtëpi luksoze dhe e ftohtë. Ishte një shtëpi e ngrohtë, e ndërtuar jo mbi mermer dhe kristal, por mbi të vërtetën, guximin dhe vendimin e një gruaje të thjeshtë që zgjodhi të qëndronte kur do të ishte më e lehtë të largohej. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Verës, Sofis dhe Ardianit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me guximin e një gruaje që rrezikoi gjithçka për të mbrojtur një fëmijë, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë udhëtim. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që flasin për besnikërinë, guximin dhe kuptimin e vërtetë të familjes. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër rrëfim që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë.